Të dashur miq, siç e shikoni, ndodhem në pikën e kalimit për në Kukës, ku çdo automjet, përfshirë dhe automjetin tim, paguan një çmim maramëndës dhe mbi të gjitha duke e konvertuar me një kurs këmbimi i cili është absurd për sa kohë që dhe vetë Banka e Shqipërisë ka një kurs këmbimi prej afër 1000 lek, po e them me të vjetra, ndërkohë që këta banditët, me lejen e asaj super bandites që unë e quaj Bela Mafia ose Belinda Balluku, e faturojnë me 1200 lek, 1 euro. Pra, çdo kalim i një autoveture si e imja, duhet paguaj 6600 lek të vjetra, duke e shumëzuar për 2, po duke e shumëzuar për 2 dhe atë të thumanës. Pse duhet kjo pikë kalimi të faturoj kursin 120 lek apo 1200 lek, ndërkohë që kursi zyrtar i Bankës së Shqipërisë dihet se si është dhe mbi të gjitha pse në monedhën euro. Çfarë është kjo në monedhën euro? Dhe ç'është kjo ndarje, kjo antishqiptarizëm në raport me shqiptarët e Kosovës? Ndërkohë i bëj thirrje ministres Belinda Balluku, mos merret me shantazhet apo me blerjet e kundërshtarëve, ato parat ti ruaj për të paguar avokat, se shumë shpejt do shkoj pas hekurave, ajo dhe të gjitha ata që e kanë vënë aty, sepse ne, Partia Demokratike, ka vendosur që jo vetëm do heqi të gjithë trarët e pagesës për shqiptarët, por ka vendosur që të gjithë abuzuesit me taksat e paguesve shqiptar të shkojnë përpara ligjit. Ndërkohë, ne do të luftojmë deri në fund për një Shqipëri madhështore, fitore.